për të përftuar. Tani, do ta filloj me situatën e Tiranës, se ajo më shqetëson një çik për momentin. Dhe kam një pyetje pothuaj naive. Flori Binaj ka bërë ndërkohë takim me njerëz të Partisë Demokratike ose me kryetarin Berisha? Flori sot ka patur takimin e parë me gjithë koordinatorët e partive politike të opozitës që e mbështesin. Ku patjetër ka qenë edhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike, zoti Ilir Ali Mehmeti, ka patur një takim të gjatë koordinues për punën, për agjendën në javët në vijim dhe muajin në vijim, sepse ende nuk kemi një datë se kur do të bëhen zgjedhjet. E ka thënë vetë Flori ditën e sotme me gojën e tij që pa diskutim është mirënjohës ndaj gjithë mbështetjes që ka marrë nga partitë politike opozitare, ku prin Partia Demokratike dhe prin kreu i saj zoti Berisha për suportin që i ka dhënë që në fillim, dhe sigurisht jam i bindur që në ditët në vijim do të ketë një formalizim edhe të mëtejshëm të kësaj marrëdhënieve që është një sinergji e madhe që është prodhuar në gjithë kampin opozitar, ku prin, po e them edhe një herë PD-ja. Në dinin time nuk është takuar me zotin Berisha deri sot që flasim, as me mua nuk është takuar, që ta dish as me asnjë nga Partia Demokratike para ditëmi zyrtar, sepse Flori, besojeni apo jo, edhe ata që na ndjekin, zoti Binaj është kandidat i pavarur, ka shpallur kandidaturën vet, pa diskutim plotson të gjitha kriteret që ka kërkuar në këtë garë Partia Demokratike dhe partitë e tjera. Nuk do ishte më mirë që të deklaronte që më vjen mirë që do të mbështetem nga partitë opozitare ku prin Partia Demokratike, me njerë do të filloj punën për të krijuar një grup pune edhe për të punuar me këto parti. Deklarata se unë nuk kam marrëdhënie me ta dhe nuk dua të takohem me Berishën. Jo, atëherë shiko, se pastaj humbet origjinaliteti i Florit. Flori është ky, Flori është një kandidaturë e pavarur, është njëri që vjen nga jeta publike, ka qëndruar për kauzat e tij, ka 2 vite e gjysmë 3 mos gaboj që moderon një ndër emisionet më të njohura investigative. Kam një shqetësim raport me kandidaturën e pavarur. Imagjino Belin Këlliçi kandidaturë e varur dhe u gjendë vetëm brenda Partisë Demokratike se 1 2 5 7 arsye. Po një i pavarur që se ka nuk kupton mekanizmin. Është shumë e rëndësishme edhe këtë radhë eksperimenti politik. Pra prandaj është kaq e rëndësishme për të kuptuar që nëse shoqëria kërkon në një moment, kampi opozitar, real politika në vend të sjell para rrethanave që duhet një profil i tillë kandidati, i qepur me këtë kostum, patjetër ky është kandidati, se e kemi real, nuk e kemi fake, nuk është se kemi marrë njëri tonin dhe e kemi nxjerrë aty dhe po bëjmë sikur është i pavarur. Flori është realisht i pavarur. Do të ketë një grup, ka bindjet e tij, ka programin e tij, ne nuk i ndërhyjm. E kuptova. Do të ketë një nuk i ndërhyjm derisa ti ndërhyni. Jo, nuk i ndërhyjm pa diskutim në të gjithë vizionet e tij. Unë mendoj që alternativën e tij patjetër. Se flasim pak për ndërhyrje. Por motori elektoral, komisionerët, puna në terren, personat që do të garantojnë votën, edhe gardianët e procesit, po pa diskutim është Partia Demokratike. Po dhe nga pikpamja teknike, një njeri që hyn në një komunikim dhe që jo domosdoshmë nuk është një political animal, pra nuk është një personazh politik brenda një partie, siç është Këlliçi ose relativisht më pak Ali Mehmeti, po Manastiriu është padyshim. Manastiriu është e formuar me lidhje të forta dhe i ka ato gjithë mbështetjet e grupimit siç ka, po në këtë sens puna e ndërhyrjes nuk duhet lexohet nga pikpamja emocionale telenoveleske, ndërhyrja u bu na friksoi. Për shembull Partia Opozitare, në këtë rast me që prika PD, duhet të takohet vetë me këtë djalin që ka në dorë shumë çka dhe mos suksesi i tij zotrinj të Partisë Demokratike është një mos sukses i Partisë Demokratike precizmo. Pse? Sepse ju keni deklaruar hapur që ne e mbështesim fort dhe është vetëm kandidaturë që mbështesim ne, apo mbështesin 2 kandidatura ju? Jo, mbështesim vetëm një dhe kandidatura që mbështetet nga ne është Florian Binaj. Dhe nëse ai dështon, kjo është një padyshim, një dështim big i Partisë Demokratike nëse kjo do të ndodhë.